Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, siç e shikoni me mua në studio është kolegu Bledi Kaspi. Mirëmëngjes Kaspi. Mirëmëngjes, faleminderit. Ditë interesante kjo, edhe mora vesh që me zjerdhe deri këtu. Nga rruga Elbasanit deri tek Syri, që duhet jetë normalisht rreth 4-5 kilometra, 1 orë me trafik. Mirë, mesetare 1 orë. Po, 1 orë është baras që shkosh deri në Rogozhin ndoshta. Do të thënë në Durrës për 6 orë gjys praktikisht. Po. Paga shumë. Me këtë trafik, me këtë Tiranë që është në to parametra, është komplet e pa kalueshme. Nuk është ideja më e keqe. Megjithatë vim pak tek opozita, pyetja e parë është si vjen opozita në këtë protestë. Duket sikur nuk humbet asnjë rast mazhoranca për t'i dhënë kauza, shkaqe, për t'i ngritë topin në kuptimin metaforik të fjalës. Jo ato që përmend beton. Shiko, të shohim ecurinë e protestave dhe simbolikën. Sot është 20 shkurti, është data e rrëzimit të monumentit të diktatorit komunist Enver Hoxha. Është një ditë vërtet interesante, unë kam pas emocione jashtëzakonisht shumë të mëdha, 35 vite më parë kur dolëm në rrugët e Tiranës dhe nuk dolëm për të rrëzuar shtatorin Enver Hoxhës. Dolëm thjesht për të bashkuar një proteste që zhvillohej në qytetin Studenti, ku ishin edhe studentët në grevoria, po ishin ftuar edhe sindikatët, ishin ftuar qytetarët që të bashkoheshin atje. Dhe pastaj ajo që ndodhi ishte vërtet historike, është një monument historik i protestës së qytetarëve të Tiranës, të cilët u derdhën të gjithë rrugëve të Tiranës dhe nga të gjitha anët u dyndën në shesin Skënderbej. Prandaj sot është një thirrje edhe për qytetarët e Tiranës që të bashkohen të protestë, jo thjesht për të kujtuar një datë, por për të rrëzuar një monument të ri që po ngrihet, një monument të ri diktaturës që po ngrihet sot në Shqipëri dhe për të rrëzuar një sundimtar. A ka pasur një avancim fitore të vogla të opozitës nga protesta në protestë? Kujtohet para protestës parë. Atëherë protesta e parë, ta llogarisim nga protesta e parë, që kjo protesta e parë që u mbajt me 24 dhjetor, mos gaboj. Ka qenë momentet nga më të vështira që ka qenë Partia Demokratike. Dhe unë besoj që në atë protestë, që kishte shumë dilema nëse do të ishte e suksesshme apo nuk do të ishte e suksesshme, arritën që të mblidheshin rreth 10.000 protestues. Me kalimin e protestave, pra nga protesta e parë në protestën e dytë, kur dikush mund të kujtonte që do të ulej ritmi, do të ulej numri i protestuesve, në të fakt ndodhi e kundërta. Numri i protestuesve u dyfishua. Të kemi pasur rreth 20.000, mos më shumë se 20.000 protestues në protestën e dytë. Në protestën e tretë, kemi pasur rreth 3.000-4.000 protestues më tepër, pra shkoi deri 23.000 apo 24.000. Dhe po të shohësh intensitetin e protestave që ka zhvilluar Partia Demokratike gjatë tyre 2 muajve, po themi, është më i madh, me intensiteti më i madh i protestave që ka zhvilluar në 35 vite. Po flasim për protesta kombëtare. Sot jemi në ditën që do zhvillohet protesta e 4 dhe unë besoj që me gjithë kushtet e vështira atmosferike, qytetarët do t'i përgjigjen thirrjes së opozitës dhe Partisë Demokratike për të qenë këtë protestë. Dhe kurba e këtyre protestave po vjen duke u rritur. E kuptoj. Megjithatë, një tjetër gjë që ka ndodhur për te ecuristë në vetvete të protestës është fakti se para protestës së fundit kryeministri Rama paralajmëroi ndryshime dhe para kësaj të datës së sotme, ai i materializoi ato mbrojtje ligjore për vjedhjet praktikisht, po mbron vjedhjen me ligj. Dhe kjo duket se e ka trazuar më tej se ç'ishte provokuar mjaftueshëm opinioni publik. Kjo është një arsye më tepër për të kuptuar që ne nuk kemi një qeverisje demokratike, nuk kemi një shtet ligjor, kemi një sundimtar. A mund të japë efektin e kundërt ti pak qytetarët kjo gjëja, ti bëj të dorëzohen? Absolutisht jo. Pse nuk u pagën përpara 35 viteve? Pse nuk u pagën? Sa herë ka përplasje të tilla të forta, qytetarët më tepër motivohen se sa demotivohen. Aq më tepër që është një moment tashmë që ne po shohim që ka ndryshimet jashtëzakonisht shumë të mëdha, si në arenën ndërkombëtare, si në marrëdhëniet e Partisë Demokratike me Partinë Ndërkombëtare, si në marrëdhëniet e Partisë Demokratike me Partinë Ndërkombëtare, si në reagimet e vetë ndërkombëtarëve ndaj këtij regjimi. Ky regjim sot është në ditët e tij më të vështira, më izoluar se kur ndonjëherë më parë, dhe Partia Demokratike dhe qytetarët kanë
mundësinë e artë që të mund të materializojnë ndryshimin përmes protestave. Megjithatë, përmendë ndryshimet ndërkombëtare. Ka një lëvizje të llatash me europianët që ishin shokët e ngushtë të kryeministrit, duket se nuk e kanë më atë marrëdhënie dhe veçanërisht Balluku është kthyer për ta në një çështje të pakapërcyeshme. Çfarë do të thotë kjo për Partinë Demokratike dhe për kryeministrin? Tu nuk është thjesht çështje Balluku. Drejtësia tu thjesht nuk është çështje Balluku, po është çështje Rama. Okay. Dhe Rama vetë e di shumë mirë që nuk është më as çështje Balluku këtu. Okay. Është çështje e tij. Edhe për ndërkombëtarët? Edhe për ndërkombëtarët, pavarësisht se ata këmbgulin ke rasti Balluku sepse është flagrancë, ajo është kapur në flagrancë. Ajo është kapur në flagrancë, po ato e dinë që pushteti bie nëse bie edhe Balluku. Pra, hapi tjetër i tyre patjetër që është Rama. Targeti i Shqipërisë, i opozitës Shqipëri, po dhe i ndërkombëtarëve që si rrallë ndonjëherë në këto 13 vitet e fundit janë një aleancë të hapur po të pashpallur, është targeti i tyre është ndryshimi i regjimit, rënia e regjimit dhe ndryshimi i qeverisjes. Nuk ka shkuar shumë larg kjo. Ky regjim ka shkuar shumë larg plakë. Jo më larg se mbrom. Ka pasur një deklaratë që unë besoj që do të kthehet një skandal ndërkombëtar, sepse Baton Haxhiu, i cili është zëdhënësi mediatik i Ramës, njeriu më i afërt i Ramës, njeriu që flet ato që din nga Rama, ato që din Rama, deklaroi mbrëm në një debat televiziv se Shtetet e Bashkuara. Thash do të thojë ato shprehjen e të pashme të Jo. Që është shumë trim. Jo, le trim. Deklaroi mbrëm që ambasada amerikane në Tiranë ka lëshuar kablogramin e fundit në drejtim të Departamentit Shtetit me 15 dhjetor. Dhe ky kablogram, sipas këtij njeriu, kishte të bënte me një informacion që lidhej për Akshin dhe Milinda Karçanaj. Po sipas këtij personi, nga kjo datë dhe deri më sot, ambasada amerikane ka dalë jashtë funksionit dhe nuk ka lëshuar më kablograme. Këtu nuk është problemi. Çfarë ka bërë ambasada? Po problemi është si ka mundësi. Sot, në vitin 2026, ambasada amerikane në Tiranë ekspozohet nga Baton Haxhiu se është nën përgjimin e këtij regjimi. Kablogramet janë sekrete, komunikime sekrete të përfaqësive diplomatike me qeveritë e tyre, nuk mund të përgjohen, duhet të mbrohen madje nga shtetet, ndërkohë që Baton Haxhiu ka ekspozuar mbrëm një skandal të madh që ambasada amerikane që nga nën përgjimin e këtij regjimi. Unë besoj që ky është një skandal dhe incident diplomatik dhe që kërkon përfshirjen e të gjithë aktorëve politik për zbardhjen e këtij skandali, por edhe të drejtësisë, jo më vetëm të Shqipërisë, por edhe atyre të amerikanëve. Praktikisht po thua Bledi që zgjati pak idili dashuror mes Ramës edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetëm nuk ka pas asnjëherë, nuk ka pas absolutisht. E pe shumë mirë sa u përpoqin ta shisnin atë. Ajo është një shkumosje e Ramës për të pastruar imazhin e tij. Po, ngeli vetëm ke shkuma, sepse ju e shihni se çfarë ndodh në të vërtetë në marrëdhëniet mes Shqipërisë ose mes këtij regjimi dhe Shtetet Bashkuara. Janë dy vende aleancë të NATO-s, dhe kurrë nuk mund të ndodhi që një vend si Shqipëria të arrijë të përgjojë një seli diplomatike dhe aq më tepër atë të Shtetet Bashkuara. Kjo synon miqësinë mes dy vendeve, është skandal më i rënd edhe se korruptimi i McGonigalit, është skandal më i rënd se korruptimi i McGonigalit, po ta kapësh në aspektin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Nëse aty ne korruptuam para syve të botës. Dosh me Rama ti përgjonte amerikanët? Është i trembur, sepse ti the që zgjati shumë pak kjo marrëdhënie e Ramës me amerikanët. Mund të thashë nuk ka pasur as nuk ka marrëdhënie të Ramës me amerikanët. Nuk ka marrëdhënie reale. Kjo është e vërteta që këtë ekspozoi mbrëm Baton Haxhiu. Dhe ky është një skandal sigurie kombëtare, jo vetëm për Shqipërinë,
Në fakt, por edhe për Shtetet e Bashkuara. Ta marrim me radhë pak historikun. Dita e vërtet ku u cënuan marrëdhëniet institucionale SBA-Shqipëri ishte kompromitimi i sistemit TIMS. Pikërisht aferës Aqit. Aty u cënua vërtet siguria edhe kombëtare e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo më ngjan shumë sigurisht në të njëjtën frym nga të njëjtët njerëz. Shikon, Partia Demokratike ka marrë gysin dorë kablogramën. Pikërisht këtë desha më thënë, sepse Partia Demokratike ka bërë deklaratë edhe më parë. Po. Që ka thonë që përmes Akshit janë përgjuar përfaqësitë diplomatike. Po nuk kishte një deklaratë eksplicite nga opozita që të kishim një evidencë që ka përgjim të ambasadës amerikane. Po. Dhe kjo ka ardhur jo nga Partia Demokratike mbrëm. Kjo ka ardhur nga kjo deklaratë është bërë nga zëdhënësi mediatik i Ramës. I shpëtoi. Nuk e bëri se i shpëtoi në një kontekst tensioni, në debat, i shpëtoi kjo. Kjo është e gjitha. Pra, tashmë kjo është më e rëndë se çdo gjë tjetër. Sepse ti ke prek sigurinë e një shteti, ke ndërhyrë, ke je futur spionazh. Je futur brenda ambasadës amerikane. Nuk e bën kush dot këtë. Deri sot unë nuk kam dëgjuar njëri në Europë ta bëj këtë. Në botë. Nuk kam dëgjuar. Hera parë që kam dëgjuar mbrëm ka qenë nga zëdhënësi. Një herë për mendur që kanë rusët kishin vënë për gjusa në një diplomat. Po ka qenë, por nuk ka qenë. Kanë vendosur për gjusa, por nuk ka pasur të zbardhen kablogramet. Të thonë që kablogrami është ky. Dhe ky kablogram ka dalë me këtë informacion. Dhe nga kjo datë deri më sot nuk kam pasur asnjë kablogram tjetër nga ambasada. Pra, kupton sa larg kanë shkuar këta? Megjithatë, një tjetër lëvizje që u kritikua dhe e kritikuam opozitën për të, por që dha rezultatin e vet, siguria zbeu pak festën e fitores në bordin e paqes, ishte fakti që opozita e mbështeti me votë vajtin e Shqipërisë në bordin e paqes, edhe pse ligji ishte me emrin e Ramës. Dhe brenda dhe Rama u detyrua t'ia njohë këtë merit bipartizan politikës edhe opozitës në kuvend, edhe u detyrua ta citoj atë te bordi i paqes. Ti mendon se i ka krijuar Kosova apo i ka dhënë avantazhe edhe në raport me ndërkombëtarët vota e opozitës pro në bordin e paqes? Ai është një mekanizëm, ai është një forum i iniciuar nga presidenti. Votën e opozitës. Patjetër që do shkonte, po Partia Demokratike nuk kishte pse në as kostet e një konflikti politik mes Shtetet Bashkuara. Opozita bëri qashje, ishte kundër personalizimit të kësaj marrëdhënieve duke çuar kryeministrin atje me vendim parlamenti, por ne në parim kemi votuar pro nismës së presidentit Trump, ose opozita ka votuar pro nismës së presidentit Trump. Kjo ka qenë. Unë nuk besoj që do ketë asnjë lloj ngërçi opozita në këtë marrëdhënie, sepse vetë ai institucion që është krijuar, ai institut që është krijuar, ai samit në kombëtar që është krijuar për ndihmuar për paqen, nuk është krijuar për luftë apo për të krijuar ndasi. Është krijuar për të shërbyer paqes. Unë mendoj që është një iniciativë pozitive. Nuk besoj që do ketë ndonjë problematik. Me kalimin e kohëve do të shohim se si do shkojë funksionimi i saj. Konkretisht ditën e dieshme kjo nga Rama. Në vlerësimin tënd, ja doli, s'ja doli. Rama thash, atje shkoi për të pastruar imazhin e tij, për të krijuar një marrëdhënie, një imazh fake përpara opinionit publik në Shqipëri, sikur ky kishte kaluar Ilberi dhe tashmë kishte hyrë në administratën amerikane, ishte takuar me presidentin amerikan, por nuk ka pasur një takim me presidentin amerikan. Ka qenë një takim protokollar, një foto protokollare për bashkët aty në atë takim, dhe takime, nëse do të dish se kush janë takimet reale që zhvillohen, janë ato në Departamentin e Shtetit dhe ato në Shtëpinë e Bardhë. Sot në historikun e Shqipërisë të këtyre 35 viteve, i vetmi person i cili ka zhvilluar takime protokollare, zyrtare dhe që shpritur në Shtëpinë e Bardhë me ceremoni zyrtare ka qenë zoti Berisha. Ka bërë 2 vizita atje, njëra shpritur nga George Bushi, presidenti amerikan George Bush, dhe një herë tjetër është shpritur nga, mos gaboj, nga Bill Clinton. Okej. Tani rikthehemi te protesta. Çfarë duhet bëjnë qytetarët e Tiranës sot? Çfarë duhet presin ata nga opozita, apo çfarë pret opozita nga qytetarët? Se ka një dilemë të vogël dykalimshe në këtë drejtim. Dhe mbi të gjitha mendon se duhet deputetë, po citoj shumë nga ata që na shkruajnë. Mendon se është dita për të pasur gjeste më të forta simbolike dhe akte politike nga eksponentët? Unë besoj që opozita është përgatitur për skenaret radikal të protestës, e ka dëshmuar patjetër, sepse skenar qendresa
forca e dëshmuar e opozitës në të gjitha protestet janë skenar që kanë treguar që jo vetëm opozita, qytetarët po radikalizohen me regjimin. Ashtu sikur se regjimi po i shtyp të gjitha të drejtat dhe liritë e tyre, ashtu edhe qytetarët po kundërveprojnë. Sa më fort jetë shtypa, aq më fort jetë kundërveprimi. Ligji i Newtonit ky. Pikërisht kjo është e gjitha. Në qoftë se ti heq qytetarëve, njerëzve të këtij vendi, të gjitha liritë politike të fituara gjatë këtyre 35 viteve, natyrisht nuk mund mos presësh reagim. Nëse ti heq të drejtën për zgjedhur dhe për të zgjedhur, sepse ne nuk e kemi më këtë drejtë, kjo është fiktive. Atëherë, nëse ti heq të drejtën fjalës, dhe del ai që ai studimtari, del atë nga Durrësi dhe thotë arrestojnë atë njerëz se më tha më përmendi Gysin, ne nuk kemi më demokraci. E rëndësishme. Nuk kemi më demokraci. Tha që ishte me fat ai qytetari që arrestoi policia se ishin vetë çunat e Gysit vërdall. Pikërisht pra, nuk po të them, po ai tregoi fytyrën e vërtetë si shefi i Gysit. Ne sot nuk kemi më as shtet, as qeveri demokratike. Ne jemi shteti i Gysit, edhe i Gysave. Dhe ky është një zar i këtyre Gysave. Ky që është sot kryeminist. Cili do të ishte skenari ideal i protestës së sotme? Nuk di të them sepse këto janë çështje që cilat me leadershipi opozitës me këtë problem. Nuk duhet të merrem në detaje logjistike, se sa duhet të qëndroj tek një aspekt tjetër. Do doje që të ishte një protestë brenda parashikimit kohor, por me akte shumë të forta, apo do doje që të ishte me akte më pak të forta, po me rezistencë më të gjatë? Shiko, simbolika e protestës një 20 shkurtit të 35 viteve më parë nuk ishte thjesht zgjatën në kohë. Ishin protesta të vazhdueshme, një gest force domethënës, i cili në fakt rrëzoi regjimin. Unë sot jam pikërisht për të lloj gjestës. Sot mund të kemi shumë lloj skenarësh, shumë lloj skenarësh. Do të shohim se cilët janë, sepse këto proponohen nga opozita, proponohen, po ke nga njëherë dhe protestat e jashtë kontrollit, sepse e marrin dorë qytetarët. Dhe unë do desha pikërisht këtë. Protesta nuk mund dhe nuk duhet të jetë më thjesht e opozitës. Thirrja mund të jetë e opozitës. Protesta do të jetë e qytetarëve. Di se u rrëzoi busi. Nuk ishte parashikim fare që do rrëzohej busi. As planifikim, besoj. As planifikim, as organizim, as njoftim, as gjë fare. Një folse në podium atje në qytetin Studenti, që ka qenë Raimonda Bulku, tha të shkojmë ke sheshi. Dhe njerëzit siç ishin mira njerëz aty, 10 mira që ishin mbledhur në qytetin Studenti, u adresuan rrugëve të Tiranës për të shkuar ke sheshi Skënderbej. Dhe nuk e dinim ne nga të shkonim, sa merrni një rrugë, sa merrni rrugë tjetër. Domethënë doli jashtë kontrollit, jashtë parashikimit që ishte bërë thirrja e sindikatave për të mbledhur atje në qytetin Studentit. Nga qyteti Studenti shkuan nga studentët, u lanë studentët aty ku ishin dhe revolta u spostuar sheshi Skënderbej. Pra ishte gjithçka e improvizuar në moment, sepse protestët nuk e kishin më në dorë ata që e thirrën, nuk e kishin më në dorë organizatorët. Protestën e morën në dorë qytetarët. Ky ishte ndryshimi. Nëse opozita sot ja del të bëj gjeste të llatashme duke tejkaluar episodet apo protestat e shkuara, si mendon se do të jetë qasja e vendeve të Bashkimit Evropian apo edhe e SBA-ve? Unë nuk e di se çfarë mund të reagojnë, si mund të reagojnë, nuk e di se si do shkojë protesta dhe kjo mbetet për të parë, po ne në gjitha këto raste kemi parë provokime të jashtëzakonshme nga ana e forcave të policisë. Arrestime, dhunë që shushtruan ndaj protestuesve, helmime me gaz, dhe një sjellje ndryshme me medjave ndërkombëtare. Patjetër, dhe një sjellje komplete ndryshme me medjave ndërkombëtare që kanë bërë hon këtyre protestave, jo sepse ata mund duan apo mos duan opozitën, por thjesht sepse ata e kuptojnë që këtu është instaluar një regjim diktatorial i cili sjell pasoja jo vetëm më për Shqipërinë, por edhe për rajonin. Edhe për vendet e tyre. Edhe për vendet e tyre, se nëse ti ke instaluar një narkoshtet, ky narkoshteti ka pasojat e veta edhe për këto vende të tjera të Bashkimit Evropian. E kuptoj. Dakord, ne do të ndalojmë në fakt në 2 momente, miq të dashur, do të ndalojmë tek një draft raport i Parlamentit Evropian që ishte pak i rëndë, Kasmi, i çuditshëm, por gjithashtu edhe ca komente për bordin e paqes, megjithatë për protestën kishim Bledi Kasmin, një koment fundit, nuk e di, mesazh qytetarëve, mesazhi i qytetarëve është bashkohuni me opozitën, bashkohuni dhe bëjeni protestën tuaj sot në orën 6 në Tiranë. Faleminderit, Kasmi. Faleminderit, Flavio. Spostojmë pak me materialin dhe rikthehemi në studio më njëherë.